ati është bere, po të shikosh fjalën bere, është ginomai, fjala nga greqishte do thot ginomai. Ginomai do thotë është krijuar, është manifestuar, është ka ardhur në ekzistencë nga kuptimi biblik. Është bere për njeriu, është vendosur për njeriu, lavdiatit. Atë që ati tha pak më përpara, a nuk e tha që ati e ka bekuar dhe vendosi e veçoi atë, vendosi atë ditë dhe e bekoi për neve. Mos ndoshta ka nevojë për bekime ati tonë? Çdo gjë që ai e ka për ne, vëlla motër, dëshiron të bëj të mirën ty dhe mua. Që ti dhe unë të shikojmë karakterin e tij, të gëzojmë zemrën e tij, në të mirën tonë të mundshme, dhe të ecim sipas fjalës urdhërimeve të tij, që sot janë lënë më njanë. Kur flet një vëlla, një motre sot për urdhërimet e tij, pasandaj me njerë të kuremi. Përse? Do thotë që ka diçka brenda që nuk të lejon që ti të miqësosh në urdhërimet e tij. Dhe nuk ka të bëj fare as me ndjenja, as me deklarime, as me shërbesa abuzës, apo me talje, apo me dukje nga jashtë, të devotshëm nga jashtë, që mohojnë në fuqinë transformuese të fuqisë së frymës së shenjtë në urdhërimet e Atit, veçimin që sot është lënë më njanë në asamble dhe përtej. E shtuna, sabati është bere për njeriu, është vendosur, është krijuar, është lënë më njanë, Ati e vendosi, e krijovi për ty dhe për mua. Dhe jo njeriu të vendosi si janë rregullat e sabatit apo kur do të bërë, çfarë do të bërë. Kjo ishte mënyra traditat e njerëzve që Mesia qortoi me krerët e fetarët asaj kohe, saducejnë të farisejnë, që duke futur tradita, duke futur mënyrat e njeriut, kishin lënë më njanë marrëdhënien e vërtetë që Ati dëshiron me popullin e tij, kishin qenë pengesë. Dhe unë lutem Atit që ata që janë sot dhe pretendojnë se po mësojnë një Mesia të vërtetë, një Zot të vërtetë, lutem që të rishikojmë ecjen tonë. Prandaj shumë prej jush, nuk e di do ta dëgjoj dikush, por kam dërguar, kam sensibilizuar zemrën tënde me mësimet, me deklarime në këtë rast, me çdo hapësirë që mund të kesh marrë prej meje. Dhe është për të vajtuar kur unë dërgoj diçka në këtë rast kaq me detaje, dërgova dhe ndoshta ju e keni parë postimin në Facebook kur dërgova për atë çfarë ndodheshe, qarjen e zemrës time dhe vera ishte pak i gjatë. Por me çdo detaj të mundshëm që solla dhe për të sjell atë rreshmërinë e shkrimit dhe situatës që është emergjente sot në asamblejnë e tij. Dhe mësandaj nga dikush që është drejtues në Shqipëri, mësandaj tha përshëndetje, tha nuk e kuptoj çfarë do të thuash me këtë shkrim. Me këtë shkrim ishin me 30-40 vargje në këtë rast të mbështetura. Me këtë shkrim nuk e kuptoj, tha. Si nuk mund të kuptoj me urdhërimet e Atit?